përafërsisht ndaj kohë që i presim me ardhmë? Ne jemi duke diskutuar që të kemi në periudhën sa më të hershme të mundshme, normalisht që viti 2026, vlerësoj që është koha kur patjetër që do të kemi një sasi. Raketat Javelin patjetër që janë një ndër sistemet më të mira raketore antitank. Du me të pyet për raketat Javelin në FSK. Mas pari me spjegu a kanë mri, po edhe për çka nevojitin qëto raketa? Ne çka duhet të theksojnë këtë rast është që përveç raketave Javelin jemi duke bërë blerje edhe kemi realizuar blerje të shumta të sistemeve të armatimit. A kanë mri? Nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vende tjera, normalisht që është një periudhë kur pritet edhe të përcaktohet koha e arritjes, ne jemi në pritje të konfirmimit për dërgimin të raketave Javelin në Kosovë. A kemi përafërsisht ndaj kohë që i presim me ardhmë? Ne jemi duke diskutuar që të kemi në periudhën sa më të hershme të mundshme, normalisht që viti 2026, vlerësoj që është koha kur patjetër që do të kemi një sasi. Ne jemi duke bërë së bashku edhe me komandantën e FSK-s përpjekje që të kemi edhe gjatë këtij viti, por çka dua të theksoj këtu që raketat Javelin patjetër që janë një ndër sistemet më të mira raketore antitank, mirë po nuk janë të vetmet që i kemi në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë Kosovës. Mirë, a mundesh vetëm me na informu sa raketa Javelini ka Serbia? Nuk e kam informacionin për numrin e raketave Javelin në Serbi, mirë po çka mund të them që ne kemi një sistem të parafort, që është sistemi Ontash që kemi prokuruar nga Turqia, por edhe sisteme tjera që kemi prokuruar nga vendet të tjera të NATO-s që kanë të bëjnë me aspektin e antitankëve. Mirë,